ndeshje të vështirë, do luajmë me një ekip jashtëzakonisht në formë në këtë moment, një ekip që ka një organizim të loje të mirë. Jemi të vetëdijshëm që quhet, që mund ta themi pak me thojza, që edhe Dinamo do të merret për ndeshjen e parë me ne, e pam që dhe është një ekip jashtëzakonisht dhe ndoshta mund ta themi që është ekipi kandidat për titull kampion, por nëse ti do të marrësh pjesë në të mirat, atëherë duhet të luash dhe të fitosh me të mirat. Ne treguam në ndeshjen e parë, është një ndeshje tjetër, çdo ndeshje ka rëndësinë, nuk ka dy ndeshje njësoj, por ne duhet të fokusohemi te loja jonë, te qëllimi, te organizimi i lojës tonë, sepse aty kemi ndikim, normal që do përshtatemi edhe me ekipin kundërshtar, vlerësojmë dhe respektojmë, por ne duhet ta fillojmë të vlerësojmë dhe respektojmë vetën tonë. Duhet të ndryshojë diçka të utën e lojën për të fituar me Dinamo? Jemi të urritur, për të ndryshuar çdo ndeshje do të ndryshojmë, që do të thotë nuk duhet të kënaqemi me atë që është prezantuar më parë, po të rritemi, por jo çdo gjë kemi ndikim, ke një kundërshtar, ke një ndeshje, çdo ndeshje ndryshon nga njëra tjetra, ndryshon nga mënyra se si interpretohet, ndryshon nga dispozitat e ditës, ndryshohet nga lojtarët se në momentin e dur se si ndjen. Ne mendojmë që në krahasim me neshin me Ignatën duhet ndryshojmë vetëm te fokusimin, po ashtu si e thanë, ndodhin gabimet në futboll dhe kush bën më pak gabime ai fiton. Kjo domethënë te kjo gjë do ndryshojmë që duhet bëjmë një ndeshje në perfeksion nëse do të dalim me rezultate pozitive. Po themi që do bëjmë ç'është e mundur që ta realizojmë këtë. Tulla është konsideruar si një nga surprizat e fazës parë të superiores, vendi 5, nëse do të shkuar diçka më mirë me Ignatia mund të ishte edhe në katëshën e parë. Por për lojën, për nivelin që ka treguar, për të gjithë ndryshimet që kanë ndodhur, është një ekip që ka marrë vlerësime për atë që ka prodhuar në fushë. Jeni i kënaqur me atë se çfarë dha ekipi në fazën e parë dhe ku mendon se do shkojë në të dytën? Njeriu asnjëherë s'është i kënaqur, gjithkohë pretendon më shumë, por në një kohë të shkurtër që kemi mbarur përsipër përgjegjësitë, ne si staf, si klub, presidenca, të gjithë, domethënë, duhet të jemi kënaqur me rrjedhën e kësaj. Gjithmonë ka vend më mirë. Donim që ta mbaronim fazën e parë në katëshën e parë, nuk dojmë kjo, jemi të vetëdijshëm për këtë, deri në këtë moment ishim te kjo katëshë e parë, por duhet unë si trajner, ne si staf, domethënë jemi të kënaqur me mënyrën se si po e interpreton skuadra, mendimin e lojës, angazhimi, karakterin që po tregon, dhe them që këtu ku jemi e meritojmë të jemi, por gjithmonë kam mirë. Domethënë kur shohim mënyrën se si po interpretojnë, sa shpejt po shfaqen ato gjërat, ato mendimet, ato koncepti, atëherë themi që kemi mundësi akoma për më mirë, por ndonjëherë duhet jemi me këmbë, porosia është virtyt i jashtëzakonshëm, por nuk duhet ta pranojmë që nuk kemi më një ekip modest që Teuta lu vetëm për mesin e tabelës, pretendimet janë shtuar, domethënë apetiti ngrihet me ngrënjes, dakor? Pika e fortë e Teutës ka qenë mbrojtja në këtë fazë të parë, le të themi, për atë që ka prodhuar solide, fort, pressing. Megjithatë do keni mungesë të madhe si Gabrieli, por gjithashtu edhe Doka një lojtar i rëndësishëm. Dhe nga ana tjetër Sulmi ka zhgënjur ta dërgojë topin në rrjet, ka pasur raste, ka qenë afër. Megjithatë si është sulmues që e kishit lehtësisht ta çoni topin në rrjet. Çfarë leksione keni edhe në këtyre sulmuesve? Gjithmonë nuk mund t'i ndajmë fazën mbrojtëse dhe fazën sulmuese me lojtar ose me reparte. Unë nuk jam një trajner i tjerë. Mos ta harrojmë ashtu siç e thatë dhe ju që faza mbrojtëse fillon me presingun e lartë që marrin pjesë sulmuesit. E njëjta gjë dhe faza e ndërtimit të lojës dhe faza ofensive fillon nga portieri dhe mbaron te sulmuesi. Rastet janë krijuar, kjo
kjo jemi qinë nga kjo anë jemi më ngrohtë, se më e keqja është kur nuk krijon raste. Duhet jemi që i durueshëm, të gjitha në futboll ose në jetë funksionojnë, nëse një shtëpi duhet të në themelet, duhet presim gjithë, sepse mund të ndërtosh shtëpinë edhe pa themele, por një fortunë, një brezhër, ku dëgjon, do filloj të hujti ose do e prishë atë. Nëse duhet ndërtojmë me afat gjatë, atëherë bazat, fundamentet duhet të jenë jashtëzakonisht solide. Po, nuk mund të themi që jemi të zgjonjur, por kemi pritshmëri akoma më shumë nga anën ofensive, nga anën e përfundimit dhe finalizimit, por ajo gjithmonë është më vështirë në futboll, sepse gjithashtu ka edhe një kundërshtar që gjithashtu stërvitet, punon për të mbrojtur, sepse ai që bën një gol më shumë ai fiton ndeshjen. Edhe shkurtimisht, i je përballur me gjithë kundërshtarët. Kush duket më i vështirë për ato objektivat që ka Teuta dhe për shkuar në maksimum? Duhet me e pranuar, është një sezon i vështirë. Duhet me e pranuar që rivaliteti është me vërtet nivelin, skuadrat nuk kanë shumë ndryshime dhe mënyrën se si e interpretojnë çdo njëri te vlerat e tyre ose mënyrën e lojës, te kualiteti e performancave që tregojnë, por nuk duhen darë tani, por duhet me pranu, janë 3-4 ekipe që mendoj unë që domethënë që do konkurrojnë për këtë kazën, ose më themi edhe 5 ose 6, që mendoj që Vllaznia na ka surprizuar mënyrën se si, Dinamo gjithashtu ka një organizim të loje, ka mënyrën e vet, ndërpretimit, Egnatia, mos harrojmë është kampion në fuqi, Elbasani gjithashtu, pavarësisht ne kishëm të vërtet, themi të kjo marrim pjesën ne, që po rritemi në çdo ndeshje, jo po marrim, po kemi dëshirë, do bëjmë ç'është e mundur të jemi te kjo. Por dua tamam ta shoh edhe Dinamon kur luajmë 11-11 dhe jo 10-11 që por them që këto janë paka shumë ekipet që në këtë moment mendoj që me kalimin e kohës dhe flamurtari do rritet, se ka cilësi